Presidenti amerikan Donald Trump po shurtoi një sër opsionesh kundër Iranit, përfshirë edhe sulme të shënjestruara ndaj forcave të sigurisë dhe figurave drejtuese, me synimin për të nxitur protestat popullore dhe për të krijuar kështu një ndryshim regjimi, bëjnë me dije burime të shumta të njohura me diskutimet brenda administratës amerikane. Sipas dy burimeve amerikane, Trump është i bindur se pas shtypjes së dhunshme të protestave ndërkombëtare në fillim të këtij muaji, ku raportohet se u vranë mijëra qytetarë, ekzistoi një mundësi për të dobësuar regjimin klerikal iranian. Në këtë kuadër, Shtëpia e Bardhë po shqyrton mundësinë e goditjes së komandantëve dhe institucioneve që Washingtoni i konsideron përgjegjëse për dhunën, me synim për t'u dhënë protestuesve besimin se mund të pushtojnë ndërtesat qeveritare dhe të sigurisë. Një nga burimet amerikane i thekson se mes opsioneve të diskutuara nga ndihmësit e Trump, përfshirë edhe një sulm me një gjër ushtarak do të kishte ndikim afatgjat potencialisht kundër kapaciteteve të raketave balistike të iranianit, të afta për të goditur aleatët e SBA-s në lindjen e mesme, edhe kundër programeve të pasurimit bërthamor të Teheranit. Megjithatë, burimi tjetër amerikan sqaron se asnjë vendim përfundimtar nuk është marrë ende, përfshirë edhe nëse do të ndërmerret apo jo ndërhyrje ushtarake. Pavarësisht kësaj, mbërritja e një aeroplan mbajtësie amerikane së bashku me anije luftarake mbështetëse në lindjen e mesme këtë javë ka zgjeruar ndjeshëm aftësitë e presidentit amerikan për të vepruar ushtarakisht në një kohë kur ai ka kërcënuar hapur me ndërhyrje për shkak të masave të ashpra të autoriteteve iraniane. Ndërkohë, shqetësime serioze janë ngritur me partnerët ndërkombëtar të Washingtonit, 4 zyrtar arab, 3 diplomat perëndimor dhe një burim i lartë perëndimor qeveritar, të cilëve janë informuar mbi këto diskutime. Kanë paralajmëruar se sulme të tilla mund të kenë efekt të kundërt, sipas tyre në vend që të ringjallin protestat, goditje ushtarake mund të dobësonin më tej një lëvizje që tashmë është zbehur pas shtypjes më të përgjakshme nga revolucioni islamik i vitit 1979. Skepticizëm ka shprehur dhe Izraeli. Një zyrtar i lartë izraelit i tha agjencisë Reuters se Tel Avivi nuk beson në sulmet ajrore të vetme mund të rrëzojnë Republikën Islamike, nëse ky është realisht objektivi i Washingtonit. Nëse do të rrëzoni regjimin, duhet të dërgosh trupa në terren, u shpreh ai, duke shtuar se edhe në rastin ekstrem të eliminimit të udhëheqësit suprem, Irani do të kishte menjëherë një udhëheqës tjetër që do ta zëvendësonte.